Jo, se e ki moshën, apo Nuk është problem. E ardit jo, pse i keni bo, a jeni ndi mirë me vetën, a? Qa kom bone? Për shembull, po vrejmë buzë, pak mozat. Jo, mërë si ka shbume. Buzën e kom prek, tretmane bëj. Edhe mozat i ki, qëshjo? Jo, tretmane i kam. Nuk ka shansa me vizlu faqet veç mozat, veç me tretmane. Jo, është make-up. Jo, nuk është çështje make-up, është çështje që është ngrej ftyra, kjo po shihet tash i çfarë. Gjithashtu edhe po të kam tretmane, kjo ka një boost që dallën me fillar edhe tretmane. Krejt po vrejnë, nuk ka nevojë, ne veç po du me pyet arditën, a i ke bo se ke dash ti ndihesh bukur, kështu a ke bo për tjerë, të mos e kemi një rast konkret, po flasim pikërisht për që temë, se mos me marrë si shembull. Une se di për shembull ti sa i ki mundësit, po une mundësit, si ti kam, une shkoj bëj tretmane për ftyrë. Ka shumë tretmane, vitamina që kushtojnë 400-500 euro, që s'ki nevojë ti mu... Përveç buzëve që i kom bo para 2 viteve... Gjë që i ke cikë edhe në një emision që ka gabu? Se s'është mirë me bo, se kom pas shumë probleme. Tjera sene, kom tretmane që bëj kështu me multivitamina sene, po në ndërko, i ki mundësi t'i bëj, po ju me doj prej vetës. Prej vetës kur as njëherë, që shtu jem kone edhe ma herë.